Shkruan Lutfi Dervishi. Reimana i shënoi golin që i hap rrugën Shqipërisë për pjesëmarrje në botror. Ishte momenti më i bukur i karrierës së tij dhe ndoshta i gjithë kombëtares shqiptare. Për atë emocion ai tha se ishte i gatshëm të jepte 10 vite jetë. Gëzimi i tij u shpreh natyrshëm, fluturoi duke formuar me duar shqiponjën dy krenar. Ky gest, një simbol krenarie dhe kujtese për origjinën, u fiksua në foto. Në mendjen e shqiptarëve dhe pak sekonda më pas u ndëshkua me karton të verdh. Kur u pyet pas ndeshjes, Manaj nuk mbante mend as dënimin as arsyen, por arbitri nuk foli, rregulloria foli për të. Sipas UEFA-s dhe FIFA-s, çdo shenjë që mund të interpretohet si mesazh politik ose provokues është ndaluar. Kështu shqiponja dy krenore, e cila është në qendër të flamurit të Shqipërisë dhe në vetë fanellën e kombëtares, trajtohet sikur të jetë një simbol urrejtjeje. Këtu qëndron paradoksi. Institucioni që e pranon shqiponjën në uniform e dënon po atë shenjë kur bëhet me duar. UEFA dhe FIFA kanë qëllim të mirë për ta mbajtur futbollin larg politikës, por bëjnë një gabim thelbësor kur vën shenjën e barazimit mes nacionalizmit përçarës dhe identitetit kulturor. Çfarë përbën ky gjest që bën atë të quhet ekstremizëm? Asgjë. Është një shenjë që s'bën thirrje as për luftë, as për urrejtje, por është thjesht një kujtesë për origjinën. Shqiptarët kudo që ndodhen e kanë bërë atë gjest në gëzim, në krenari, në art, në sport, nga Rita Ora në Wembley te Xhaka e Shaqiri në Rusi, e deri te çdo fëmijë shqiptar në diasporë që mëson shqiponjën para alfabetit. Nuk është gjest që bëhet vetëm kur luhet ndaj Serbisë. Shqiponja dy krenore nuk është simbol lufte, por simbol bashkimi. Ajo ka lindur në flamurin e Skënderbeut, është flamur zyrtar i shtetit shqiptar, antar i OKB-s, valon në çdo ndeshje ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja, është pjesë e sistemës së Federatës Shqiptare të Futbollit e miratuar vetë nga UEFA e FIFA. Penalizimi i një lojtari për një simbol që është i ligjshëm dhe përfaqësues zyrtar i shtetit të tij, është jo vetëm paradoks i hapur, por edhe padrejtësi e madhe. Është sikur të ndëshkosh një brazilian që vallëzon samba pas golit, apo një japonez që përkulet nga respekti. Ato janë shfaqje të natyrshme të identitetit kombëtar. Federata e Futbollit dhe diplomacia duhet të ndërhyjnë duke kërkuar një sqarim zyrtar nga UEFA dhe FIFA. Nëse shqiponja është në flamur, në fanell dhe në identitetin e një kombi antar, si mund quhet papritmas e ndaluar në duart e një futbollisti? Nëse ajo përbën rrezik politik, atëherë duhet të ndalohen të gjithë flamurit, të gjitha himnet dhe të gjitha uniformat kombëtare, sepse secila prej tyre ka një histori, një ndjenjë dhe një kujtesë që dikush diku mund ta quajë provokim. Një lojtar shqiptar që bën shqiponjë nuk po bën thirrje për ndesi, por po kujton kush është dhe po falenderon vendin që e rriti. Edhe nëse dikush ndihet i provokuar nga një shqiponjë që fluturon, problemi nuk është te shqiponja. Futbolli është loja e emocioneve të pastra. Të ndëshkosh një emocion vetëm se vjen nga një komb i vogël, do të thotë ti presësh krahët vetë sportit. Edhe për një popull që është mësuar të ngrihet gjithmonë nga hiri, as një karton i verdh s'mund ta ndalojë shqiponjën të fluturojë.